Bluecast. Mirë se vini në Bluecast, një podcast ku ritmi i zemrës shqiptare pulson përmes këngës të artit. Ka zëra që i dëgjon dhe ka zëra që i ndjen. Ka zëra që kalojnë në skenë dhe të tjerë që mbeten në kujtime. Sot në Bluecast nuk kemi një artiste që këndon për famë, por për shpirt. Një artiste që e kthen këngën në përjetim të gjallë dhe një grua që nuk ndalet kurrë. Me një karrierë të nisur me sfidash, ajo sot është një ndër emrat më të dashur për publikun shqiptar. Eli Malaj, faleminderit që e gjete kohën për të rikthyer tek ne, pasi ne e dim që agjenda jote është shumë e ngjeshur, por e gjete pakës kohë sa të vjet tek ne. Shumë faleminderit. Është kënaqësi edhe neri është jemi, gjithashtu unë nuk kam marrë të i huji. Unë kam marrë këtu ku është dashtë edhe ku e kam nisë në fillimet e mia. Edhe pse nuk ka kanë fillim kur kam ardhë, e ka kanë para 19 vjetëve, kam dalë më herët, është dashtë me ardhë dhe me rikujtu këtë gjë. A kënaqësia jeme. Faleminderit shumë. Si prite thirrjen për këtë podcast? Unë nuk shkoj në podcast. Jo pse nuk dua ndoshta, po kam qejf me zgjedh vendet. Ama për ty kisha ardhur gjithçka, për Blue Sky kisha ardhur gjithçka. Tash janë fillimet e mia, pa marrë parasysh ai emisionin e Cika që unë vjedh unë jam këtu në shtëpi. Po kur ti je normal. Jam shpita, kështu që as nuk e vën dyshim për shikueshmëri apo jo, rëndësi ka që unë jam vend tem edhe jam të Shkodër teme. Televizioni Blue Sky para 17 viteve shfaqi për herë të parë në publikun shkodran Eli Malaj në një performancë live. Si është performanca që bën tani me atëherë para 17 viteve? Zemra për mua është e njëjta, po emocioni ka qenë ndryshe atëherë, kurse tash është po njësoj, sepse jam rritë dhe kam marrë atë eksperiencën e viteve, domethënë nuk më bën më përshtypje. Thjesht jep atë që duhet më dhënë dhe jep Elin e vërtet, kur ndërsa atëherë ka qenë emocion. Sepse u mendu një herë, e mbaj mend me gëzimin, babën thanë. U mendu që më e bë me dyrt myllën edhe si sot e kujtoj se ka vite, mos na shih se na plak. Po më dukesh marrë tani. Faleminderit, po. Ja. Edhe kur pata dalë të herë, do ta bëjmë të Elta me dyrt myllën. E tash bënë më si tush. Mas edhe tha, një gjë që do ta bëjmë me dyrt hapun. Domethënë që më ardha edhe njerëz aty. Aty ishte shumë më mirë sepse kur i shef njerëzit edhe i prek prej afër, edin, ke kontaktin edhe komunikimin me ta, është gjë shumë e bukur. Jena kënaq pafund. Edhe pse nuk kena bërë si lloj provet me djemt, pa kena marrë një show baftin tafti si më thanë, po ka dalë më them që në emisionet më të bukura. Edhe prap nëse do ishte rikthy, prap do ta kisha bërë 100 herë tjera. Mund të flisni pak për sukseset tuaja, sepse është shumë e vështirë që të depërtoni në botën e muzikës. Si ishte ky kalim? Problemi është çdo gjë fiton te zani. Domethënë kur e ke zanin, si mundesh mos u depërto. Pa marrë parasysh se ka vështirësi, ka se po mendoj që kur ke gjan kryesore, edhe pse me vonesë ndoshta shklin gjanat. Prandaj. Po gjaja vong zon atë. Nuk duhet më mërzit. Unë jam manifestuese e madhe, kështu që e di që do të vite dikur i ke gjallë. E kam ditë gjithmonë që do të vite i ke gjallë. Kështu që tash gjërat e bukura vijnë vonë. Edhe pse jo mos marr vonë sepse ja din edhe kimetin. Ja di rëndësinë, për shembull kur duhet me bëj diçka mos më ngut. Sepse në çdo kur ngutet, e keni vëri për shembull kur vjen vjen një dhuratë shumë shpejt që ti se ke prit, po edhe shpejt edhe venitet. E ke parasysh sepse si ja din lezetin nuk ke vujt për me e marr. Kurse unë kam vujt mi marrë të gjana. Edhe automatikisht Zoti është i madh dhe do të kujtohet për ty. Edhe është kujtu tamam në momentin më të bukur që s'kishte. Zoti din ku ja bën gjana dhe e din në cilin moment duhet mi provë. Në këtë fazë karrierës që jeni, çfarë të frymëzon që të thuash kjo këngë ja vlen ose kjo nuk ja vlen? Të zgjedhësh këngët tuaja. Mundëm me zgjedh, por mundëm me mos zgjedh, se mundëm me pëlqej mua një këngë, mundëm mos më pëlqej publikut. Mundëm me nxjerrë një këngë që unë mendoj që është e bukur, po mundet ndoshta mos më prit. Pritet mirë, po jo në atë fazë që unë mendoj që pritet. Këngë të këqija nuk ka. Mënyra e interpretimit mund të jetë e keqe, flas nga artista. Po unë mendoj që
këngët janë bukura sepse kur të punosh me autor të mirë, me studio të mira, automatikisht nuk besoj që do të dalë keq. Cila këngë mendon që të përfaqëson më së miri ty? Ose që Tana, me thonë që po unë jam vetë tip emocional. Nuk e di cila mund me thonë. Nuk e di. Që më pëlqen shumë, por që nuk është e jemja, është Ty Shkodër. Unë jam lokaliste. Unë e du tanë Shqipërinë realisht, e du tanë shqiptarinë, por kur vje puna për të Shkodra, jam shumë fanatike. Unë e kam thënë, ndoshta unë mundu me thënë diçka për Shkodrant. Ndoshta edhe paksa, se një veç Shkodrant do i bëjmë shovetit, po më ma shokush. Frites do të rreziku, domethënë kur flas Shkodran, flas Shkodrën në ndërsi, me qytet, me fshat e me malësi. Domethënë me rrethina me së dur, domethënë nuk është, po nuk kam qejf me thënë një fjalë, edhe pse si pyll pa dera s'ka, po që më pëlqen është Ty Shkodër. Edhe pse nuk është kënga jeme, është kënga e Burim Gjilanit më duket. Po, unë kam bë cover, po e vetmja këngë që flet për vendin tem, ajo më pëlqen. Do të jena për shtat tekstit, se nuk është se jam lodh shumë me bë. E kam gjetë gati thjesht kam ndruar në qytetit, por ka dalë që ka dalë në kënimet më të bukura. Edhe ma dojnë vendalit e mi. Pse mos më dash. Po ndonjë moment karrierën tënde që e çon pak si të errët. Në momente kam gati, mund të them sa herë që shkojnë koncerte. Të që nuk është një moment që është errët që kam nejtë me 1 muaj apo me 2 muaj, se shqyqyrë Zotit nuk i la me më shkuat gjatë, po maksimumi e kam 2-3 orë, 4 orë. Është për shembull zhgënjimi i pagesave që ndodhin nëpër koncerte. Edhe ku ka më tërë se ka. Unë nuk besoj që ka më tërë se ka. Pa marrë parasysh se është pagesa. Unë mendoj që njerëzit duhet të kenë korrekt. Po mirë, tani me që dole vetë pagesa. Dash pa marrë parasysh se është pagesa. Po, se këtu ka dalami që merr shumë Eli, pak a shumë. Eli nuk merr shumë. Nuk pa them një çmim. Eli nuk merr shumë. Du të pyet organizator, ta japi numrin tash. Eli nuk merr shumë, Eli merr sa mendon që është për të marrë. Dikur Eli s'ka marrë hiç. Do të thënë, kur Eli nuk ka marrë hiç, nuk i ka interesuar kërkuj. A merr as merr. Tash i intereson. Unë po të kuptoj se ti publiku edhe ti të pyet nemën publiku, po nemën popullit po baka shumë gjëna. Në gjallë, asnjëherë kuleta nuk kallëzohet. Si thëmë në kuleta dhe si kallëzohet kuj. Dita e punë. Por duke ditë se njerëzit t'i knojnë letra në gjep, ma mirë e din ata se unë se sa kam, dhe me thanë, gjatë që nuk është gjatë që pazari jem që është i mshehur, na kuptan. Thjesht mund të bëjnë dikush i tentativ me pryt për një koncert, unë thjesht mund me ja kallëzu. Po më thënë, Eli nuk është vetëm Eli, ka edhe 3-4 vetë mas vetit, ka muzikantët e vetë të mrekullueshëm. Edhe kam, dhe më thënë kam njës mas vetit, që nuk është çdo gjë është i mori Eli. Eli merret sa e mendon, ose sa më duhen për momentin. Më duhen një që një shmarë. A qohet, a ulet, a qohet, se di që ka me këtë gjithmonë rritje kja punë, darë Zoti. Nga publiku i diasporës, cili ka qenë me që të ndëru ma shumë dashuri? A nuk mund në me ndalë, sepse diaspora është diaspora. Edhe nuk mundëm, a me thanë, pa mundë, janë tanë që janë të mrekullueshëm, se kur vinë ata vinë për Elin. Ose edhe për artistat tjerë, si bëhen bashk, edhe në artë për artist tjetër, kur bëhen bashk, automatikisht mdon deshti, e di mdon pa të klips, me thanë. E ka artë për tjetër kanë, po kur të gjithë dhe s'pani edhe Eli për shembull, edhe bëhen 2 gjëra të bukura. Publiku është i mirë të rësi. Nis që të Shkodra, e maron, nuk e di ku me thanë, në tanë bote. Publiku shqiptar, jo i Shqipnis, por publiku shqiptar. Në koncerte ose ndasma, që ka kenë bakshishi, pa që më kësho? E i shifrët është ti... Sa me thanë me i shifrë, unë së s'mohen me më shpër. A di pëse s'mohen me, se hargjohen pa dalë. Edhe si mundë me majtë mendën një bakshish që është marë, është nda, edhe është hargjoh pa dalë. A mundë me s'mohen me. Unë maj mendë që mund t'kem gjep. Asat se maj mendë. Asat se maj mendë. As na fliti punë leksh për zotë, se e kira zemër në domë. Unë mendoj që zemër shnedi është kryesore. Po e ke shnedin, as për leks të vjen mend, as për asese. Leku po duhet, se t'i leco baja gjigjanat, po kur ke shnedin, ta nga për ke.
Kështu që mas bëhet më për punë lesh, se s'pa t'jap materialin, si të e kuptu që s'pa du me ndonë më regjigje. Hamë regjia, foli. Televizioni ju të ka etiketuar si bomba e televizionit Blue Sky. Në atë kohë dhe tani, si ndjesh tani që shpërthejve? Sepse ai person që e ka thënë, bomba e televizionit, Blue Sky, ai e ka ditë edhe është person larg pamës. Sepse ai ka ditë që unë kur këndoj këngë balada, unë më duke si kam të kënu Allegro. Dhe më thënë, jo pse ndryshoj, po jam vetë ty personi që jap atë goditjen e fort të këngës. Nështë ashtë nga vokali, nështë ashtë edhe gestikulacionet që i kam kur këndoj, dhe më thënë, edhe gëzim brahusa në fjallë, më ka qëtë bomba ekranit, por nuk ka gabu. Dikush është Amelcina, unë vetëm Amelcinës jam. Me që Amelcinës jam. Patite që jeni super bomba. Faleminderit, pra është se bëm babatët në gjaj. E para, mund të bëjmë të i pyetje? Pse s'u ke thirrë më herët? Unë edhe sot edhe ndihem shumë emocionume edhe mendoj që nuk më duket e pa besueshme që ke ardhi herë. Në momentin që më tha babi që do të vish, unë thjesht kam met 5 minuta e shtangun, sepse isha komplet e pa përgatitur. A mundësish nga kjo pyetje edhe po filloj e dridhëm? Jo, zemër, dhe me thanë, sepse unë ta bana jo ma këtë për këtë pyetjet, me thanë që është rehat. Me një njëri që një është rehat dhe me një vend që një është komod, dhe më thënë këtu knaqësh, edhe këtu ka është dhe gjë. Nga dritaret e shtëpisë, sepse kena pas një skenë tek shtëpia atje që se e man mend, ka vite. Majnë që shikosha nga dritaret e shtëpisë duke performuar. Lodhu kot, nuk do mundesh të më arishtot. Është e bukur kjo. Unë të njoh shumë mirë edhe nga afër, prandaj e kisha pak, por mendoj se ndoshta mund të kesh pak me ndje mallësin, thojza, unë e di që se ke, por thjesht instinktive të vjen kjo gjë. Vërtet, është e vërtet, po jo ma këtë shprehjet shkodron, thënë të rrit mendja. Do thënë nama ma madhe është kjo. As nuk thënë trof kanceri, as nuk thënë trof plasja, as kështu as ashtu, të rrit mendja. Dija, na varana prej Zotit në fillim, edhe prej publikut, flas për artistat. Sepse ba me dasht, pritë e Zotit, me ta marrë më dhe në gres ta marrë, po edhe publiku o të ngrej o tullë. Të shi, si mundu me pas me në malësi me publik. Sepse përderi sa na bëjmë një video, ose për shenë zjerë, me na pa publiku, apo jo? Si mundu kuj mi bëmë, në përdele nuk nëjmë as për loptë. Kështu që, edhe për ata duhet me këtu se në zjerë një që më të mirë. Po problemi është ne kënojmë për ta, edhe unë i përrullu publiku, sepse vetëm njëja është i vërtet. Kur vje puna te karriera profesionale edhe artistike. Edhe nuk ka lidhje kolekte, po kolekt mundu mos me kanë vërtet. Mundu mos me dasht. Sepse është ajo pjesa e gjelozis personave çdo se kam, se s'kam se me pas, por nuk mundesh me ba në shkalim me popullin. Ti faleminderit si po e mendon, por nuk është ashtu. Jo, ti se ke mendove, ti thjesht e tha që mundet me kanë, por nuk është ashtu. Eli si me flok bjonde, si me flok të kuqe, si ka qorrela, si me apo si pa kohë, apo me kohë, Eli është po i së e njëjta. Këtë doja thoja, se gjithmonë momenti që të ka thirë televizioni jonë, ke qenë e gashme për... Keni ba me pi me zërë, son zdeshta dhe me pi, Red Bull. Edhe prandaj jam shumë falenderuese që ke ardhur. Është kënaqësia më e madhe. Cili është statusi juaj për momentin? Në marrëdhënie me publikun. Marrëdhënie, si dushuje, ose si dush mendoja. Jo, po si mendon ti që do të kanë? Për zotin. Do mi me tanën ty që s'kam gjë, a beson? A me të rajt? Po, a let, ke fajnë me të kështë. Ja, dhe let, okej. A e beson ti? Ja. Ti ke 2 vajza. A të ka marrë në njëna për ty në zanin ose talentin tonë për muzikë? Qefi jeme si prind, dëshira jeme si prind, për me i pa me arrit, do t'ishte që mi mbështet në zanatin tem. Nuk pa thamë si këngëtare, për të pak të si instrumentiste. Por, duke pa se adoleshenca, jo vetëm të e vajzave të minja, për në përgjësi, kësa edhe gjenerate, është pak e çuditshme që mund të them një 300 milion herë ka ndru profesionin si e madhe dhe e vogla. Dhe me thonë, e kam vore që nuk duhet më marrë fort seriozisht me edukimin e tyne profesional.
por duhet me edukimin e tyre si persona, por jo profesional, sepse ata munden me zgjedh çfarë duan vetë, edhe ku të shkonin ty ato muaj apo ato vite që u morën me to, i bën sikur me të shku dam. Që më mirë e kam menduar me vetë, jo që mos e marr për seriozisht punën e, të zgjedhin çfarë doin vetë, dhe mua do të më kenë krah. Fëmijët zakonisht janë prirën që mos me të një gjuhë, çado që mund të thosh ti. Për shembull, unë kam djalin 7 vjeç dhe ai ka qef, burri ka qef shumë që me e fut në basketbol, ai vetëm basketbol thot nuk du. Edhe janë të prirën që mos me shku atë ku ke qef ti. Se realisht i vjen me jetu jetën tonë ata. Me jetu dëshirat që dona na. Po nuk ka prind që mundën të më nuk keq për fëmijën, gjithmonë. Po duke pas parasysh ka ardhur me kanë më i lirë, nesër na kanë pa pyet. Edhe kina detyruar me bë, por më mirë unë mendoj që duhet me i lanë të lirë edhe me bë. Paktën 29 ta kenë, po ta zgjedhin vetë. Që kur të shkojnë në punën e vet, shkojnë me qejf, mos shkojnë për shkakun. Siç e thonë që shkojnë me qejf. Pa marrë parasysh lodhjes së gjëra, shkojnë me qejf. Po ka njerëz që nuk e kanë këtë fat me shku me qejf. Në moment që ban, duhet me shku në filan vend, duhet me shku në filan punë, ajo nuk është punë. Ajo është punë për me përdhunje. Edhe gjërat me të keq nuk zgjasin. Mund ta marrësh lek më ekstra më shumë, pa nuk është gjë e mirë. Se ti merr lekun po plakesh shpirti para kohë. Nuk ka më keq se me shku me një imponim. Edhe ndaj inshallah dash Zoti, se po ti them që për shkakun të dy janë lice. Njëna është për violë, tjetra është për klarinet. Po ti them mam, ndoshta si pëlqen, ndoshta ka hyrë për mua, për me mba shefin mua. Po nuk shkojnë gjërat për hatër domun. Shkon deri diku, po nuk është më mirë të bajnë çfarë duan vetë. Shefin e kam u bë muzikante, artiste, këngëtare, çfarë duan. Nëse ata nuk dojnë, mundën më thonë një klik edhe unë vetëm mbështetje kanë. Po mbështesim tujt jam tonin. Sa vështirë ka qenë momentin që po i kthehen atë të fëmijëja jote me të mbështet, që e ke pas pak të vështirë. Po në fillimet janë gjithmonë vështira, se nuk mund të thënë. Ka qenë edhe koha, po. Edhe koha ka qenë vështirë. Edhe ka qenë 2005, 6, 7, më mbrapa. Edhe nuk mundu me thënë që ka qenë kollajt, të dush me e para punës e herë, të kishe pas lekë sa të dush, ty s'ka lënë opinioni i fisit, i fare fisit. Ide kash me thënë kur u bake. Vetëm i kash me ta bëmi miken e fytyrës, s'ke nevojë më. Mi të shkon fjala prej te vajzës tezës, gjyshit babit, shkon te gjyshi, se me gjyshin jam rrit. Edhe pa qire ramet se edhe gabim kur fliqin mirë. Pa marrë parasyshin këtu s'ja ka qëllu. Këtu s'ja ka qëllu. Por, thoshte për shamo, po u binte si me thanë, u ndikote nga familjari, nga fisi vetë, sepse gjithmonë janë dashur, janë kanë mat lidhën se sot me njëri tjetrin, nuk janë si sot që ta mbyll telefonin bën sikur si në shtëpi aty të ka përpara syve, ke parasysh. Se nuk po ka masi aty, nuk po presin masi aty. Duket sikur ka ikë edhe humanizmi. Po nga njëra anë është edhe më mirë se gjithsekush duhet të pa punën e vet. Por më kthy te kjo pjesë janë ndiku shumë njerëzit atë kohë. Nuk po flas vetëm për familjen time, flas edhe vajza filanit, vajza filan. Edhe po deri atëherë ty të nxjeta me i bind të shtëpisë që ti ke më bë dikush. Ose edhe në veç në atë nivel, po të paktën tenton. Kur del më sa ne, a kena ditë se i këmbëtare, po si më e ditë më ti s'kilon gjaba thënë. E kam ditë dhe të kam pa. Po dhe tesh flasi sa dush. Mirë se thonë, po ama më kur knoshon, s'maj men çik, më men çik knoshon, po knosha vetëm banjo. Ama men çik knoshon, për ku ka lal mua me klunë për shtëpi, Eli bani pilafin, Eli bani mishanin, Eli bani. Nuk di se orrej sot me bëma hangër. Po projekte që kenë në zonën e Zusit, mund ta flasësh pak? Jo, është projektes, unë realisht nuk kam janë miqtë e një që e kanë, po kanë qëllu që i kam offer me vendin ku rri, ku edhe jetoj, ose që e kam shpine e pushimit, si me thanë. Pushimi thanë që se ma shumë dikte, po nuk jam në sytë qytetit, si me thanë, jam në sytë në njëtë në ndaj nuk më shofin. është bërë diçka e bukur, është Dreamland, quhet. Është hap një atraksion i ri për Shkodrën, dhe mbar çefi. Mbas dërmit të hapshin shumë tjera, o zot, sepse Shkodra e meriton, është vend fantastik për njerëzit me ardhmë investu këto. Pse jo? Shkodra ka qenë gjithmonë e bukur, është e bukur dhe ka për të me gjithmonë e bukur. Se flas me emocionin më të madh dhe mushën se s'pëllet të flas për te. Mirë, po pse mos mu hap edhe mezi pres mas kësaj interviste sinqerisht sonte kena hapjen,
për me shku me performu edhe me mbledh njerëzit, me mbledh qytetarë, se është bë vend për fëmijë, siç e keni edhe ju këtu poshtë, ju keni mrekulli fantastike. Edhe gjë bukur kur shef jeni kur jeni aty çdo gjë. Edhe keq më kanë bërë bukur. Për shkollën nuk jam të fol për veti, Është vend i thjesht, ke ushqyer fëmijët, ke lodra për fëmijë, ke parkun, ke çdo gjë të bukur aty. Ato që e kanë gëzofshin inshallah. Në që se e të hapti normal që ka për t'ju primare. Absolutisht të shkojnë marë, sepse duhet mi shku marë, jo vetëm te këto miqtë e mi, po ku do të qoftë, mu inshallah më vjen rasti gjithmonë për herë parë me shkel kama jeme dhe me hap një lloj eventi ose një lloj, sepse mendoj që i shkon marë. I shkon marë se hym me kam të marë, hym me ndjenjë të mirë, hym me ndjesit mirë. Edhe sot ashtu e kam. Po për projektet e tuja të ardhmen në fushën e muzikës. Mund na jepsh një skup vogël. Një skup shumë vogël për ta. E kam një këngë tash me Don Fenomen. Okej. Është bab për Shkodrën. Është një mrekulli. Po një gjë, I rresht. Okej, një rresht. Vetëm pjesa jeme. Naçe, ti na zbardhe një këtë faqe. Kena ardh me na uru, e na bashk kena festu. Naçe, ajta puthi një këtë faqe. Kena ardh me na uru, e ne bashk na me festu. Masa ne fillon Don Fenomen, jam isha zemrën çfarë djali tash. Edhe jam shumë krenare që kam arrit me bashkëpunu me djali. Është djali me vlera, nuk do në me folë shumë gjatë, po është djali është si që shef e shkruar. Edin, se po i vjen të si me e livdu edhe, po nëse gjaja mirë nuk ka nevojë për livdat, ka shumë veçoritë mira. Përveç se gjithave është malësor. Malësor i rritën Shkodër, po është malësor. S'ka malësor të keq. Eli, atëherë të falenderoj shumë që ishe këtu, se nuk po du me të marrë edhe shumë kohë. Edhe të falenderoj shumë që ishe për kaq pak minuta sa ishe, po unë që ta dish unë i vlerësoj pa mas ardhin tane. Unë jam kënaq, e kam shiju, si me kanë të nejtë në divan të shpis teme, kështu që nuk mundu me të thënë gjë, ma shumë, por kisha dashje edhe herë tjera, kismet zotit, kur të bash marë, ti na ma të raqile, kështë flasim pra për projekte tjera, mu du m'kesh gjithmonë për pro, sepse du m'kesh ti, n'ka pasë edhe baba jotë, edhe po ashtu isha dhe dash zoti vinë intervist djallit tanë për të rritë, se jesë nuk i djetë, hala nuk ndanë në zanatet që me thanë, cilën që do bëjë djali basketbolista, ndoshta japi dhe interviste, s'ka ma bukur me shku me gjenerata. Ka shumë qef pjesën e muzikës, në fakt sa shof deri tani, të shofim tani? Tash i zoti e ka ndorë, tash edhe i thjesht ty se aprillit, për masa në fund si është aja banë si është pëti 100 vete banë si dishme, ishte knatësi me ardhë në TV Blue Sky, bomba e ekranit këto. Patallëm se si jam bomba, nuk jam bomba, tash i në plak, tash po jallam eksplodimin të tërkuj, sepse rinia duhet me eksplodu tash, nuk është çdo gjë me cikël. Ti në atë primin tanë, kështu që s'ka lidhja rinia këto. Mirë, po, këtë drejt, a pe i vjen si mu hapa? Ishte knatësi edhe shumë faleminderit për ju. Ju paqa, ju daqa, e kur mos ju laqa, ju du fort. Edhe njëherë, faleminderit që na lejuat të hymë në mendimet dhe në veshët tua. Në një botë ku çdo gjë lëviz me shpejtësi, ju zgjodhet që të na ndiqni. Mos harroni të na ndiqni në platformat tuaja dhe ta ndani këtë episod me miqtë tuaj. Bluecast, asnjëherë si herën tjetër. Bluecast. Po është një sekzimi nuk më thë mua bëjmë prova e të qa? Se dy e stori? Jo, te... Po, fillin të pa të dalë me të verdha, që pa të flok të verdha, se ti e morë në? Po, me fustan, me gurkalit. Katrobela. Kur më thot mu, diku në ka thana din me kënoti. E ti ku e din që din me kënoti. E thamën të një, da dhoj atë. Kishtë edhe tjerë që kënoshe që ishin labi, ishin ardhe, bëja kitë mirë. Se për aty në erdhon, se një të shi, si me thamë, shofin mu që vinë tjere, din. Kanë kënë shumë. Po kishin arë që s'dishin. Ma mi se ata, s'di më kënone, kur mush 2 herë më së nej, aty ishte dhe ma në arritje, super arritje.
Edhe qysh atëherë i na bësh shok. Është kënaqësi. Pasha zote, është kënaqësi që kam marrë me çepin më të mëdha. Zakonisht i pritoj intervistave. Shëve çaj kam thënë janë se kur kam dashur me dal, mos më kanë marrë të vërtet. Kam dashur në zjarri këngë Banditos duke, nuk kam më e Banditos. Ku thjesht me nxjerr as më ka e ka hapur as ka interesuar, shkonim ka 16 herë në studio një person sepse s'ka tjetër. Mos më nxjerrsh se e ke vesti. Anë e këtë. Ku di? Ndër bukur.